Këtu është horoskopi i shtunë 13 dhjetor 2025. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Sot mund të keni takime të veçanta, ose nëse një njeri në të kaluarën ju përgjigj jo disa prej kërkesave tuaja për vëmendje, mund të ketë një rikthim të papritur. Demi. Takimet që zhvillohen në këtë periudhë janë të rëndësishme. Takimet e reja të preferuara, zgjeroni rrethin e njohjeve. Binjaket. Polemik këtë ditë ose në çdo rast pak e çorganizuar. Bëni kujdes nga kundërpërgjigjet, nuk ja vlen gjithmonë. Gaforja. Jeto dashurit me më shumë relaks. Sot lodhja ndihet dhe gjithashtu pak melankolike. Luani. Është një kohë e çuditshme në jetën tuaj, ju duket se nuk ju pëlqen asgjë. Një dëm shpërblim do të ishte i nevojshëm në dashuri, tani doni siguri. Virgjeresha. Një gjendje energjie pozitive dhe rrjedhimisht edhe një gjest i vogël mund t'ju ngrejë moralin. Ditë e mirë për të gjetur një farë bashkëpunimi dhe edhe më shumë emocione. Peshorja. Keni shumë gjëra për të bërë dhe ka pak trazira në shpirtin tuaj, dukeni mjaft të lodhur, të etur për qetësi. Dashuria e pasigurt, por shumë varet nga partneri me të cilin do të dilni, sot gjithçka ju bën nervoz. Tani duhet të jeni të kujdesshëm, mos bëni zgjedhje të rrezikshme. Akrepi. Ata që jetojnë dy histori do të duhet të bëjnë një zgjedhje. Forma fizike duhet të trajtohet në detaje. Shigjetari. Në këtë kohë do të jetë e nevojshme të mbani sytë hapur. Momentet tuaja të izolimit nuk kuptohen por shërbejnë për të kuptuar më mirë atë që dëshironi dhe veçanërisht si të prezantoni veten përpara partnerit. Britsjapi. Nëse ju pëlqen dikush, mos harroni se sonte do të jeni shumë pasionant dhe bindës. Në përgjithësi dita shkon mirë. Ujori. Ditë e rëndësishme për gjërat që ju interesojnë veçanërisht. Dashuritë që kanë lindur tani janë të qëndrueshme, kush është në çifte do të tundohet nga shkelja. Peshqit. Mos u lodh shumë në këtë ditë, një siklet i vogël fizik që kalon, një shenjë që duhet të ndalesh për një moment. Nëse një histori ka lindur së fundmi, tani e shihni në një këndvështrim tjetër, por do të ndryshoni mendje. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.